Po që ndërru, që të këtë folën për gjint, më thonë gjini është një krijesë që ne nuk e shohim. Edhe kur nuk e shohmi, linë të ne si një frikë më e madhe. Po thonë se si na të pat krijesë. Po keni tri që të qina, që shumicën e rasteve që kur njëna për këto muhabetet, mas kësaj lidin si vezvese. Ajde nis njëri hin ato filmat të veta. Po thonë këtë luftë që kësaj, që këtë gjin, që kjo krijesë që ka kriju Allahu, a është shumë e fortë? Do të thonë, a ka gjasa që kjo të bëhet shumë e lishtë? A ti që njerëzit për shkak kërënin për një krijesë se shohin çdo herë ekziston si vezvese. Kjo krijesë normal Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë fuqi, mirë po fuqia më e madhe është te njeriu për shkak se ka mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Derisa njeriu është e përmend Allahun subhanahu wa taala, bile prej disa rasteve që ai kanë pi provojës, nëse në momentin kur don me deportu gjini në trupin e njeriu dhe ai e përmend Allahun subhanahu wa taala, automatikisht e djeg. E kall në njerë. Në momentin kur don ai me deportu në trupin e tij dhe ky thot bismillah, me njëherë e kall. Ne kemi armën, ne kemi mbrojtjen. Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë mbrojtjen. Derisa e bojmë mbrojtjen, asnjë nuk mundet me të bëj. Kjo do të thonë një njeri që ka ibadet, namaz, abdes, kjo krijesë është shumë e lishtë për këtë person. Për këtë person. Nëse njeriu e përmend Allahun subhanahu wa taala në çdo rast, ndalë shtëpis, hymje, do të thonë kur e bën, posaçërisht kur ti je nevojtore, kur bëhet marrëdhënie, do të thonë këto gjëra do të thonë janë vende ku njëri ka mundësi për shembull me pas. Hymje për shembull në treg, për shembull kur tin pazar, kur tin e përmend Allahun subhanahu wa taala, bëlim mbrojtje, mos jesh i pari i cili hin treg, dhe mos jesh i fundit. Mos u ndal në vende ku janë vende të fllëçta, vendet ku nuk bojnë. Njeri i cili rëna për këto vende reflektohet piktinëve punëve. Para duhet më u larguan vendeve ku është prezenca e shejtanëve, ku është prezenca fesadit, fitneve, dije se ndikimi dhe reflektimi do të jetë më i madh. Derisa i largohesh këtyre gjanave, dije se më i sigurt je bi'idhnillahi taala. Sa herë që me ibadet je më i fortë, aq që je më i fortë ndaj tij. Asnjë nuk mund të bëj. Derisa ti e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe e ke imanin e pastër, dije se ai është i dopt. Inna kayda shaytani kana dhaif. Intrigat e shejtanit janë dopt. Dopte nuk mundet asnjë mi bën, derisa ti je e përmend Allahun subhanahu wa taala. Sa herë që largohesh, atëherë dije se ndikimi është më i madh. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an e ka thënë: "Inna ibadi laysa laka alayhim sultan." Robët mi nuk mundesh mi sunduan. S'ki sultan ndaj tyre. Ibadi, mirë po kur ti e praktikon ibadetin si duhet. Allah. Kur ti e praktikon ibadetin si duhet ndaj Allahut subhanahu wa taala, dije se kur ti hin ti namaz dhe kur del pi namazit, e fal namazin, nëse je në situatë më të mirë para se me hi namaz, dije se namazin e ki tamam. Dhe ibadetin e ki tamam. Derisa ti nuk i bash rob Allahu subhanahu wa taala sikur që duhet, atë dije se atëherë do të jesh i sigurt. Derisa nuk e ki këtë cilësi, nuk je rob i Allahu subhanahu wa taala, dije se ndikimi i shejtanit do të jetë më i madh. Dhe do të jetë më i fortë ndaj teje. Mirë, po kur ti je më i fortë me ibadet dhe i afrosh Allahu subhanahu wa taala më shumë, dije se atëherë nuk mundet kurrë më të bëj. I dopto shejtanin këtë rast.